unë i kam ndjekur deklarimet e politikanëve të veçantë, të partive politike, apo grupime të ndryshme në rajonin tonë, do i përmendet vendi Miqin, që kanë artikuluar ide apo kanë bërë thirrje për çinjojë të Kosovës. Nismet e tilla, edhe pse kanë qenë periferike dhe me mbështetje shumë kufizuar, u bën gjithsesi jehon politika të një kohe tjetër, të një të kaluare të hidhur dhe të qasjeve veprimeve që prodhuan, siç e dim, aq shumë mosbesim, ndarje, tensione, pasojat të njohura të paharruara, dramatike për popujt e rajonit tonë dhe në mënyrë të veçantë për çmimin e lartë që ka paguar Kosova nga këto politika. Kushdo që ende nuk e ka kuptuar që Republika e Kosovës është një realitet i pakthyeshëm politik, juridik dhe ndërkombëtar, jeton në një kohë tjetër. Sheh ëndra me sy hapur dhe do t'i quaja thjesht somnambul politik. Republika e Kosovës përbën një investim të pashbërshëm, siç e theksova më parë, për paqen, stabilitetin dhe pajtimin në rajon, për ndërtimin e urave të bashkëpunimit dhe të bashkëtesës dhe fëmijësisë së mirë mes popujve, aq e nevojshme në rajonin tonë, që ne akoma nuk përbërë. Kështu që çdo ide, nismë apo përpjekje për të vënë ndryshim të realitet, përveç se jo realisht shkon në kundërshtim me frymën e bashkëpunimit, me gjithë atë që ne kemi injektuar, me gjithë atë që ka injektuar edhe Kosova dhe Shqipëria dhe Bashkimi Evropian dhe të tërë aleatët e partnerët tanë, dhe absolutisht kjo nuk do të tolerohet. Rajoni ynë ka më shumë nevojë për dialog, për besim, për marrëdhënie të cilësisë së mirë dhe jo rikthim në narrativa që i përkasin një kohë tjetër dhe që nuk kanë asnjë të përbashkët me Evropën e sotme dhe me të ardhmen tonë të përbashkët evropiane. Ne duhet të nxjerrim mësime nga e kaluara dhe jo të përsisim të kaluarën. Dhe siç e thash edhe më parë, ato janë nisma periferike, por gjithsesi nuk mund të neglizhohen dhe nuk do të neglizhohen. Unë kam biseduar me autoritetet e Maltezit dhe më kanë siguruar që absolutisht në asnjë mënyrë qendrimi i Maltezit si një vend fqinj, si një vend që ka njohur Kosovën, si një vend që dëshiron marrëdhënie të mira me Kosovën, nuk do të rrezikohet nga thirrje të tilla. Në vend të thirrjeve për mohim, rajoni për përcisë dhe njerë ka nevojë të ndërtojë ura jo barriera, të forcojnë paqen dhe jo tensionet, që mbështesin dialogun dhe jo dasit. Ne shqiptarët kemi zgjedhur Bashkimin Evropian, kemi zgjedhur të ardhmen euroatlantike dhe askush, as në rajon, as jashtë, nuk do na bëjë të dalim në kjo rrugë.